Vazhdon numrimi I votave të ardhura me post, prin vetëvendosje me 72%. Në fillim të vitit priten reforma në Këshillin Prokurorial, ligji parashet 3 antar jo prokuror të zgjedhur nga kuvendi. Fshatrat e Trevës së Gorës në Dragash po përballen me ndërprerje të energjisë elektrike. Presidenti serb ka reaguar ndaj kapjes së Maduros nga Shtetet e Bashkuara. Opozita akuzon atë për retorik antiperëndimore. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh, të nderuar teleshikues. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve është duke vazhduar procesi I numrimit të fletvotimeve që I takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës. Nga fillimi I procesit që nisi ditën e shtunë, më 3 janar në orën 16 dhe deri më tani e diel 4 janar, ora 16, janë numëruar 41 nga 92 kuti votimi, brenda të cilave janë vendosur pakot me fletvotime që deri më tani janë sjellur në Kosovë. Qendra e numrimit dhe rezultateve nga e shtuna deri sot në orën 16 ka numëruar 42 nga 91 kuti me fletvotime të ardhura me post. Këto e ka bërë të ditur zëdhënësi I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Sipas tij, fletvotimet e numëruara u takojnë komunave: Deçan 4, Gjakov 6, Glogoc 2, Gjilan 7, Dragash 1, Istog 4, Kaçanik 2, Klin 2, Fushkosov 2, Kamenic 3, Mitrovica e Jugut 4, Lipjan 2 dhe Rahovec 2. Gjatë javës së ardhshme në numrim do të përfshihen edhe fletvotimet nga votimi me kusht dhe fletvotimet nga votimi I personave me nevoja të veçanta të cilët kanë votuar përmes ekipeve mobile. Elezi thot se nga 57 vendvotime me kusht në 38 komuna të vendit, në përgjithësi janë evidentuar në sistem mbi 9.900 votues të regjistruar për të votuar me kusht, ndërkaq numri I votuesve të regjistruar në programin e votimit të personave me nevoja të veçanta ka qenë 2.860. Sa I përket rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit, Elezi bëri të ditur se KQZ po vazhdon aktivitetet që sa më shpejt të bëj shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe më pas certifikimit të tyre. KQZ shpallë rezultatet përfundimtare vetëm pasi të përfundojnë këto procese, numërimi I votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimi I rezultateve të subjekteve politike në qendrat komunale të numërimit, numërimi votave nga votimi jashtë Kosovës, si dhe numërimi votave me kusht dhe I personave të me nevoja të veçanta. Pasi të përmbyllën të gjitha këto aktivitete, sigurisht se Komisioni Qendror I Zgjedhjeve është I gatshëm për të shpallur rezultatin përfundimtar të procesit zgjedhor. Në platformën e KQZ-s për rezultate janë duke u përditësuar të dhënat kohë pas kohe. Kryeministri në detyrë dhe kryetari I Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se formimi I qeverisë së re do të ndodhë menjëherë pas certifikimit të rezultateve zgjedhore nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve. Kurti në një intervistë për Kosova Press ka thënë se synimi është që sa më shpejt të konstituohet legjislatura e 10 e kuvendit, të zgjidhet kryesia e tij dhe të formohet qeveria e re. Ai thekson se një nga vendimet më të rëndësishme në fillim do të jetë miratimi I buxhetit për vitin 2026. Sipas Kurtit, bashkëpunimi me partitë e tjera do të shihet shumë shpejt për shkak të marrëveshjeve ndërkombëtare urgjente. Kryeministri nënvizon gjithashtu se Kosova nuk duhet të vonohet në përfitimin e rreth 880 milion eurove nga plani rritjes I Bashkimit Evropian, si dhe 90 milion eurove mbështetje buxhetore nga Banka Botërore, përfshirë edhe fondet për qerdhe dhe për sistemin informativ shëndetësor. Ndrojmë tani temë. Ministria e Kulturës organizoi një ceremoni për të nderuar Rushit Ramabajën, shkrimtar, poet dhe gazetar I njohur, I ndar nga jeta në moshën 77 vjeçare. Kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se fjala e Ramabajës la gjurmë të thella në ndërgjegjën shoqërore dhe kombëtare, ndërsa të pranishmit e kujtuan atë si model intelektuali I të angazhuar dhe udhërrëfyes shpirtëror. Familjarët dhe miq theksuan trashëgiminë e tij letrare dhe angazhimin për kulturën shqiptare. Në nderem të jetës dhe veprës së tij, sot familjar, meqe koleg bën homazhe dhe kujtuan krijimtarinë e Rushit Ramabajës.
Ndërsa në Akademi Përkujtimore Rushit Ramabaja u kujtua si atë dhe dashës, autori veçantë e njëri shumë i dashur. I pranishëm ishte edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili vlerësoi Rushit Ramabajan si një zë të rrallë intelektual, të angazhuar dhe të përqejtshëm ndaj fjalës së shkruar. Largimi nga jeta e Rushit Ramabajës në moshën 77 vjeçare na prek thellë, sepse me të humbim jo vetëm një poet, gazetar dhe publicist të shquar, por një zë të rrallë intelektual që për dekada i qëndroi besnik fjalës së shkruar. Për krijimtarin, veprat dhe kontributin e Rushit Ramabajës, foli dhe shkrimtari e miku i tij Agem Vinca. Në letrat shqipe të Kosovës, po edhe në letrat shqipe në përgjithësi, rrallë ka shkrimtar që zotëronte aq shumë mjeshtrinë e satirës. Rushiti ishte një nëndabulk i kohës sonë, ishte një njeri që dinte të thumbonte devijimet, keqpërdorimet, burokracinë, korrupsionin, dukurit negative në jetë. Në emër të familjes, foli djali i Rushit Ramabajës, Albani. Për ne ai ishte shtylla e familjes, jo vetëm si më i madhi ndër vëllezërët motra, edhe si kryefamiljar, po natyrisht edhe si dietar udhërrefys i qetë, edhe për familjen e gjerë, si një shembull i dijes, urtësisë, po edhe atë dashurisë. Më vonë edhe si gjysh shumë i dashur për nipin dhe mbesën e tij, të cilët i donte pa mas, edhe që siç thoshte vetë i kishte dhurat nga Perëndit. Kontributi në veprat që nuk vdesin kurrë nga shkrimtari Rushit Ramabaja e kujtuan edhe personalitete dhe pjesëmarrës të tjerë në këtë akademi. Mes familjarëve, kolegëve të gjithë të dashurve, Rushit Ramabaja u përcoll për në banesën e tij të fundit. Në përvjetorin e 23 të vrasjes është përkujtuar heroi i Kosovës koloneli Tahir Zemaj. Kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku me bashkëpunëtor bën homazhe në përvjetorin e vrasjes së tij, të birit të tij Enisit dhe të kushëririt Hasan Zemaj. Abdigjiku vlerësoi kontributin e tyre si patriot dhe udhëheqës të luftës së UÇK-s në Dugaqin, duke theksuar se dhimbja mbetet e hapur dhe autorët e nden nuk janë dënuar. Ai nënvizoi se veprat e tyre mbeten simboli i sakrificës dhe përkushtimit ndaj Kosovës. Sot bëhen 23 vjet nga vrasja e kolonel Tahir Zemajt. Në përkujtim të tij, në strellës të Deçanit u bën homazhe, përveç familjes, miqve e bashkëpunëtorëve. Aty morri pjesë edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Në përkujtimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës thuhet: në këtë përvjetor të dhimbshëm, kujtojmë me respekt të thellë dhe dhimbje të madhe tre burra që ja kushtuan jetën Kosovës dhe idealit të lirisë. Kolonel Tahir Zemaj ishte një patriot i rrallë, ushtarak vizionar dhe strateg i luftës, që me guxim e mençuri udhëhoqi betejë vendimtare të UÇK-s në Dugaqin kundër regjimit serb, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e rezistencës sonë. Kolonel Tahir Zemaj ishte veprimtar i shquar i çështjes kombëtare, aktivist i orëve të para të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe bashkëpunëtor i afërt i presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova. Ai u vra në një atentat të trefisht së bashku me birin Enisin dhe kushëririn Hasanin, në hyrje të Pejës me 4 janar të vitit 2003. Tahir Zemaj ishte një nga ish oficerët e lartë të UÇK-s. Presidentja Vjosa Osmani ka përkujtuar kolonel Tahir Zemaj në 23 vjetorin e vrasjes së bashku me familjarët e tij, të birin Enisin dhe kushëririn Hasanin. Në një njoftim të presidencës, Osmani e ka cilësuar kolonel Tahir Zemajin si oficer profesionist, atletar të jashtëzakonshëm, luftëtar të lirisë dhe bashkëpunëtor të afërt të presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. E para e vendit ka theksuar se vrasja e kolonel Zemajt dhe familjarëve të tij mbetet një plagë e hapur dhe një kujtesë e dhimbshme se drejtësia për disa krime ende nuk është vënë në vend. Ju përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Disa fshatra të komunës së Dragashit po përballen me mungesë të energjisë elektrike në këto ditë të ftohta dimri. Banorët ankohen se kjo gjendje nuk është vetëm këto ditë, por edhe gjatë vitit.
Fshati i Restelic i komunës së Dragashit ka ditë që nuk furnizohet rregullisht me energji elektrike. Banorët e këtij fshati shprehin shqetësimin e tyre, pasi siç rrëfejnë ata, kjo nuk po ndodh vetëm tani, por pothuajse gjatë gjithë vitit. Që 2-3 ditë nuk ka rrym, mishin po e gjuajmë në lumë se po prishet. 48 orë s'ka dritë. Me çfarë po çish po vini rreth? Me qirit. Sa struje malo probin e qëva. Rryma pak është problem këtu, ndryshe mirë është, askush nuk din, dikush thot që janë reduktime. Vitin e ka restriktja. Rrymë për vetë energjisë kemi pas rrymë. Çka ju kanë thënë? Po, edhe sot s'kemi. Çka ju thonë? Çka me bo? Zdi shka u puna. Rryma katastrofë. Një orë vjen, 15 të tjera nuk ka. Krejt vitin është kështu. Vetëm ditën e zgjedhjeve kemi pas dhe prapë njëjtë është. Fshati i Restelic, si njëri ndër fshatrat më të thella malore, nxehet me dru, por dëmet në ushqime për shkak të mungesës së rrymës janë të mëdha, ankohen banorët. Restelica nxehet me drun, 90%. Une para 2 ditë kom qitë mishin që kam pas Kjetë u prish, në për frigorife që kam pas, kjetë ka prish. Pothuajse e njëjtë është situata edhe në Krushevë të Dragashit, ku siç deklaron Behar Brenolli, përfaqësuesi i këtij fshati, për vitin 2025, 316 ore 30 minuta ka pas ndërprerje të rrymës elektrike. Ndërkohë në verën e kaluar, Ketësi ka filluar investimet në rrjetin elektrik, por projekti është 2 vjeçar, ndërsa pritet të përfundojë në fund të vitit 2026. Gjithsesi RTK disa herë është munduar që të kontaktojë me Ketësin për gjendjen në këtë treg të Dragashit, por qasja e tyre ka qenë e pamundur. Kronika në vijim flet për raportet Kosovë-BE gjatë vitit që lam pas. Kolegja Gjeraqina Tuhina ka bërë një përmbledhje të gjitha aktiviteteve që e karakterizuan kryeqendrën europiane e me theks të veçantë temat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi, masat ndëshkuese që ishin vendosur Kosovës dhe temat të tjera. E ndjekim. Masat ndëshkuese dhe ngërçi politik që e përshkoi tër vitin që lam pas ishin emërtues kryesori raporteve ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Qysh në ditët e para të shkurtit, me njëherë pas mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta parlamentare, Brukseli bëri thirrje për formimin sa më të shpejtë të institucioneve, në mënyrë që të vazhdohej me proceset integruese. Institucionet ishin të domosdoshme që Kosova të niste të përfitonte nga mbi 880 milion euro të destinuara për vendin nga plani i rritjes. Ndërkohë që vendet e rajonit filluan të marrin mjete, disa prej tyre edhe nga 2 këste, Kosova si vjet nuk e mori asnjë cent. Ironikisht, këto ishin të vetmet mjete financiare që nuk ishin pengi masave ndëshkuese të vendosura në verë të vitit 2023. Masat megjithatë filluan të hiqeshin në pranverë, por më shumë si veprim kozmetik se sa substancial. U zhbllokuan disa takime të nënkomiteteve të marrëveshjes së stabilizim asociimit, ndërsa mjetet financiare mbeten ende të bllokuara. Me vetëm 2 takime në nivel kryenegociatorësh dhe pa asnjë rezultat konkret, emisari evropian për dialogun Peter Sorensen mori mandatin e dytë me kohëzgjatje prej 24 muajsh. Mungesa e progresit nuk u konsiderua si dështim e evropianëve, por si pasojë e situatës politike, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, si dhe mungesës së kushteve esenciale për avansim të dialogut. Shefja e diplomacisë evropiane hyri në vitin e 2 të mandatit të saj pa organizuar asnjë takim në nivelin më të lartë politik. Megjithatë vazhdon të insistohet se një takim i tillë do të mbahet sapo të krijohen kushtet e nevojshme, çfarë mund të ndodhë pas formimit të institucioneve stabile në Kosovë. Pavarësisht se që nga viti 2023 dialogu ka hyrë në një lloj vdekjeje klinike, kjo nuk e ka kursyer Prishtinën zyrtare nga kërkesat e vazhdueshme të Brukselit për zbatimin e të gjitha obligimeve që rrjedhin nga dialogu, përfshirë kërkesën kyçe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, Brukseli nuk lëvizi as në trajtimin eventual të aplikimit të Kosovës
për statusin e vendit kandidat. Megjithatë, vendi nuk u anashkalua gjatë vizitave që në rajon zhvilluan udhëheqësit më të lartë institucional të Bashkimit Evropian, të shoqëruara me konfirmime semantike për perspektivën evropiane, por pa asnjë premtim se në një të ardhme të afërt, aplikimi për status kandidati i dorëzuar në vitin 2022 do të nxirrej nga zyrtarët për t'u trajtuar seriozisht. Kosova mori një lajm pozitiv në vjesht kur u konfirmua se edhe pas status kandidati, vendi u përfshi për herë të parë në një organ këshillues të Bashkimit Evropian, Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian, ku tashmë bëjnë pjesë edhe vende tjera të rajonit. Me transferimin e qetë të pushtetit lokal në 4 komunat veriore në fillim të muajit dhjetor, Bashkimi Evropian u detyrua të përmbush premtimin për nisjen e heqjes së masave. Fillimisht u konfirmua gatishmëria për heqjen e gjysmës së masave në fillim të vitit 2026. Pas bisedës së presidentës së Kosovës me presidenten e Komisionit Evropian, kjo e fundit mori vendimin që të hiqen të gjitha masat financiare. Mbi 400 milion euro pritet të zhbllokohen me njëherë pas ndërrimit të motmoteve. Megjithatë, 880 milion euro nga paketa evropiane e rritjes vazhdojnë të presin formimin e institucioneve vendore. Nga këto mjete të afatizuara, Kosova mund të përfitojë vetëm nëse vepron shpejt drejt konstituimit institucional. Në të kundërtën, qershori i vitit të ardhshëm shënon momentin kur vendi nis të humbas mjetet financiare nga plani i rritjes. Edicionin e vazhdojmë edhe tjera lajme. Këshilli Prokurorial i Kosovës u përfshi në polemika pas vendimit për shkarkimin e Besim Kelmendit nga posti ushtruesit të detyrës së krye prokurorit të shtetit, vendim që u kritikua nga organizatat e drejtësisë si paligjshëm. Reforma në KPK pritet të fuqizohet në janar të këtij viti me zvoglimin e përbërjes në 7 antar dhe përfshirjen e antarëve jo prokuror në përpjekje për transparencë dhe thyrje të interesave të brendshme. Këshilli Prokurorial i Kosovës që rëndom kthen vëmendjen kryesisht për çështje procedurale dhe teknike. Muajin e fundit të vitit 2025 u shndrua në shkas për akuza e kundër akuza mes figurave të rëndësishme të sistemit të drejtësisë, duke nxitur reagime të niveleve të shumta. Hapin e parë shënoi vendimi i antarëve të Këshillit Prokurorial me 20 nëntor me shkarkimin e Besim Kelmendit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, një ditë pas paraqitjes së tij në prokurorinë speciale, si dëshmitar lidhur me punën e tij në gjykat, gjatë periudhës së masakrës së Reçakut në vitin 1999. Pavarësisht se Kelmendi e dërgoi rastin për shqyrtim në gjyq, me pretendimet se vendimi ishte i jashtëligjshëm, kryesuesi i KPK-s Ardian Hajdaraj publikisht tha se vendimi është në përputhje me ligjin. Shumë organizata që monitorojnë sistemin e drejtësisë u deklaruan se vendimi ndaj Kelmendit ishte i paligjshëm, arbitrar dhe abuziv, ndërkohë që nuk u anashkaluan as vlerësimet për përbërje korporatiste dhe një grup i stërvjetruar i interesit brenda KPK-s, tendenca që kanë zënë vend edhe në disa vlerësime të Komisionit të Venedikut, duke ngritur alarmin për ndryshime dhe reforma brenda institucionit. E zbatim të plot të reformave ka kërkuar edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, pas një takimi me antarët e Këshillit Prokurorial. Nga ky këndvështrim, reforma pritet të fuqizohen në janar, kur edhe u skadon mandati 5 antarëve aktual, pa mundësi për t'u rizgjedhur. Duhet të ketë drejtësi brenda vetë institucionit, sepse është ndarë, është degë e ndarë e pushtetit, është degë e cila është me kushtetut e pavarur dhe kësaj duhet të funksionojë edhe ajo degë. Kësaj mënyra që është ndarë 5-5 e dëmton funksionimin kushtetues të asnjë organi. Por për çfarë reformash bëhet fjalë konkretisht? Ndryshimet në ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, që janë në fuqi nga qershori i vitit 2025, parashojnë që institucioni të ketë 7 antar, për dallim nga 13 sa janë aktualisht, dhe të ketë edhe antar jo prokuror, të cilët do të zgjidhen nga Kuvendi i Kosovës. Nëse i krahasojmë edhe këto veprime
në mes të dy grupeve, grupit që po rrin në Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe grupit që delte nga takimit e Këshillit Prokurorial të Kosovës, hoptazi tregon se kishim të bëni me tendenca për mirëmbajtjen e korporatizmit edhe në janar të vitit 2026, ku reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës pritet që të jap efektet e para. E reforma pritet të fuqizohet plotësisht në janar, kur edhe u përfundon mandati 5 anëtarëve aktual, të cilët nuk kanë mundësi për të rizgjedhur. Me ndryshimet e reja të para, kuorumi për ta mundësuar vendimarrjen arrihet në formatin 5+1 antar. Ndërsa Këshilli Gjyqësor i Kosovës edhe më tej po vazhdon të përballet me mungesë gjyqtarësh, ndonë se viti 2025 është përmbyllur me zgjidhjen e një numri të madh lëndësh. Sfidë edhe më tej mbetet buxheti pamjaftueshëm përballë ngarkesës së madhe, sidomos lëndët që vijnë nga administrata publike, gjë që edhe vonon gjykimin brenda afateve të arsyeshme kohore. Pavarësisht se numri i lëndëve që kanë marrë epilogun e zgjidhjes është mbi 58.000, Këshilli Gjyqësor i Kosovës vazhdon të ketë sfidë numrin e vogël të gjyqtarëve në raport me kërkesat e punës. Mungesa e një buxheti të mjaftueshëm, sipas drejtuesve të këtij këshilli, krijon një hendek dhe kufizim të drejt për drejt me kapacitetet e gjykatave. Problemet e identifikuara pritet të jenë pjesë e një plani strategjik të gjyqësorit për gjatë 2 viteve të ardhshme. Ne kemi identifikuar problemet e brendshme dhe kemi premtuar ndryshimet. Sot një pjesë e madhe e zotimeve tona janë analizuar duke përfshirë në pakun e reforma që në fakt në dekadën e fundit është reformimi marrënësor dhe përmes dokumenteve të brendshme miratuara nga KCK-ja. Pavarësisht nga dinamika e proceseve reformuese ligjore, ne po vazhdojmë reformën e brendshme të planifikimit, zbatimit dhe monitorimit strategjik sa i përket efikasitetit qasën drejtësi dhe llogaridhënies. KCK me Asamblenë e Kryetaryve të Gjykatave është duke punuar intensivisht për miratimin e planit strategjik gjyqësor 2026-2028 dhe planit strategjik për qasën drejtësi 2026-2028 me detyra shtesë për fuqizimin e Komisionit të Trupa Monitoruese. Ne kemi demonstruar në 3 vite që Komisioni i Monitorimit i Gjykatës Supreme ka pas një impakt jashtëzakonshëm në sensibilizimin e gjyqësorit, por njëkohësisht edhe në rekomandimet që janë dhënë Këshillit Gjyqësor për planifikimet të ardhshme. Prandaj ky koncept duhet të zhvillohet më tutje dhe në këtë rast planet e reja do të fuqizojnë konceptin e monitorimit. Ndërkohë me një performancë më të lartë në llogaridhënie e vlerësojnë Këshillin Gjyqësor monitoruesit e drejtësisë, gjë që sipas tyre paraqet një tablo tjetër në raport me Këshillin Prokurorial. Në kuptim të aspektit gjyqësor, do thotë vazhdon të jetë problematike aspekti i ngarkesës me lëndë, veçanërisht në fushën e drejtësisë civile, e cila ngarkesë kryesisht vije nga papërgjegjshmëria e institucioneve të tjera që kanë mbi ngarkuar gjyqësorin me numër të lëndëve. Mirë, po vonesat në trajtimin e rasteve nuk vijnë përpos që kjo është një faktor dominant, nuk vjen vetëm nga kjo çështje, mirë po edhe nga aspektet të tjera të mënyrës administrimit të rasteve në kuptim të mënyrës së procedimit të rasteve, administrimit të seancave etj dhe që definitivisht se këto aspekte ndikojnë më pastaj që qytetarët mos të kenë gjykim brenda një afati të arsyeshëm kohor. Mirë po ngarkesa e madhe me lëndë, vërshimi i gjyqësorit me lëndë kryesisht vije nga sjellja jo adekuate e institucioneve të administratës publike që detyrojnë qytetarët me shku në gjykatë për me fitu të drejtën e tyre, duke i pamundsuar gjyqësorit të ofrojë një drejtësi brenda një afati të arsyeshëm kohor. Ngarkesa e madhe e çështjeve gjyqësore, veçanërisht numri i madh i lëndëve të paraqitura nga administrata publike, ishin sfida për sistemin gjyqësor, duke penguar atë në dhënien e epilogut të proceseve gjyqësore brenda një afati të arsyeshëm kohor. Me zhvillimet të ndryshme u karakterizua edhe kryeqyteti për gjatë vitit 2025. Buxheti, mbeturinat, greva e punëtorëve të kompanisë pastrimi, sheshi George Bush e krejt në fund pezullimi i ofrimit shërbimeve të trafikut urban, siç patën njoftuar për shkak të vështirësive financiare, ishin disa nga ngjarjet që përcollën kryeqytetin gjatë vitit që lan pas.
Fillimi i vitit 2025 nisi me kaosin me mbeturina në kryeqytet, ku komuna shpalli gjendjen emergjente për menaxhimin e mbeturinave. Duke qenë se ndërmarrja pastrimi vazhdon të përballet me mungesë të mekanizmit të nevojshëm dhe nuk është në gjendje të përmbush detyrimet kontraktuale, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka siguruar mekanizëm shtesë për vitin 2025. Konkretisht janë blerë kamion të rinj për ndërmarrjen pastrimi dhe 2500 kontejner të rinj, të cilët ende nuk janë shpërndarë pavarësisht kërkesave të vazhdueshme. Po ashtu është iniciuar procedura e prokurimit për angazhimin e 5 operatorëve privat në grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave me synimin që ndarja e Prishtinës në 6 zona të bëjë kryeshtetin ndër më të pastërtit në rajon. Kishte shkruar përparim Rama në rrjetet sociale. Këtij të fundit i kishte reaguar po adit kryeshefi i pastrimit Petri Treqica. Komuna ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për menaxhimin e mbeturinave duke pretenduar se pastrimi nuk po e kryen punën si duhet. Të nderuar qytetarë, ne po punojmë pa pushim në 24 orë për 7 ditë të javës. Megjithë këto sfida dhe nuk dorëzohemi me të vetmin qëllim që Prishtinën do ta pastrojmë nga mbeturinat. Për ta bërë më të qartë për të gjithë qytetarët, po duket se është duke u përgatitur e njëjta skemë siç është përdorur në shkurtin e vitit 2024, ku është negociuar kompania private, e cila duket se mund të jetë përsëri e njëjta. E në muajin maj, kompania pastrimi kishte njoftuar se për shkak të mospagesës së borxhit nga komuna në vlerë prej 2.7 milion eurosh, kishte ndërprer ofrimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave. Kjo përsëll me reagimin e kryetarit Rama, i cili tha se kryeshteti do të fillojë largimin e mbeturinave derisa njoftimin e kompanisë pastrimi e quajti sabotim. Kjo me pas rezultoi me greven e punëtorëve të kompanisë pastrimi për disa javë, deri në plotësim të kërkesave që kulmoi me pas me një marrëveshje me ekzekutivin komunal. Zhvillimet në kryeqytet nuk përfunduan me kaq. Mungesa e shumicës në kuvendin komunal pati ndikim direkt tek njëri nga dokumentet më të rëndësishme të kryeqytetit, plani zhvillimor komunal, i cili pas një sër tentimesh nuk arriti të merrte votat e mjaftueshme për të kaluar në diskutim publik, për shkak se opozita nuk e përkrahte draftin e prezantuar, për të cilin kishin vërejtjet e tyre që gjatë 2025-s nuk kaloi. E së fundmi ishte edhe pezullimi i ofrimit të shërbimeve të trafikut urban, siç u pat njoftuar për shkak të vështirësive financiare, si dhe vështirësive dhe mungesës së karburanteve, gjë që shkaktoi edhe proteste e pakënaqësi tek punëtorët, por edhe tek qytetarët, deri në alokimin e mjeteve të cilët u përballen me vështirësinë e qarkullim. Nga PDK në Prishtinë vitin 2025 e cilësojnë si vit të sfidave që sipas tyre ka ndikuar në jetën e qytetarëve në kryeqytet. Leu Trimret Koseri nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se angazhimi i tyre gjatë gjithë vitit ka qenë mbrojtje të interesit publik. Ajo ka qenë mbrojtja e Badovcit, pasaj ka qenë edhe mbrojtja e kryeqytetit nga planet e cilat kanë dashur të bëhen ad hoc, siç e përmend PZK-n, e cila do duhet të shtrihej e të dëgjojë në radhë të parë qytetarët nevojat reale të kryeqytetit. Sipas vetëvendosjes në Prishtinë gjatë këtij viti, kryeqyteti ka qenë i bllokuar si pasojë e punëve pa planifikim dhe pa i zotuar mjetet financiare të kryetarit Rama. Rrugë të bllokuara, sheshe të bllokuara, një Prishtinë pa buxhet të miratuar dhe një funksionim i qytetit me 1/12 e buxhetit vitit paraprak, ashtu siç parashihet me ligj. Gjitha këto rezultuan që cilësia e jetës në kryeqytet të jetë më e ulët se sa vitet paraprake. Bekim Saliu nga Instituti GAP e quajti vitin 2025 vit i cili është përcjell me shumë elemente të cilat nuk i kanë mundësuar kryeqytetit që të koncentrohet në zhvillim dhe në investim. Tek plani zhvillimor komunal dhe tek buxheti kanë qenë në pyetje aspektet procedurale, të cilat komuna e Prishtinës kryesisht nuk ka arritur t'i përmbush, për faktin e mungesës së votave të mjaftueshme në kuvendin komunal, e që pastaj kjo ka reflektuar edhe në nivel nacional, përkatësisht në raportet mes nivelit lokal dhe nivelit nacional. Nga komuna e Prishtinës thonë se projektet e mëdha të cilat ishin duke u realizuar janë bllokuar në kundërshtim me ligjin. Planin zhvillimor komunal, ju dini që këtë plan do të thotë qeverisja jonë ka përfunduar si drap dhe neve na është pamundsuar për shkak të opozitës në qeverisjen komunale, ajo nuk e ka kaluar në pjesën e daljes në publik. Për herë të parë në historinë e qeverisjes po ndodh që qeverisja e kryeqytetit të bllokohet. Më 9 dhjetor në sallën e kuvendit komunal të Prishtinës u mbajt mbledhja inauguruese në të cilën u bë betimi i anëtarëve të kuvendit komunal si dhe i përparim Rame si kryetari i kryeqytetit. Një ditë pasi forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës arrestuan Maduron dhe dërguan në New York, në Beograd u mbajt një mbledhje e Këshillit për Sigurinë Kombëtare e kryesuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili tha se në botë sot dominon ligji i forcës.
Në anën tjetër, një pjesë opozitës pro-europiane vlerëson se këto reagime tregojnë një politikë të jashtme të dëmtuar seriozisht dhe se pushteti do ta shfrytëzojë këtë rast për forcimin e mëtejshëm të retorikës antiperëndimore. Më i forti është shtyp më të dobëtin, kështu e interpreton Beogradi zyrtar arrestimin e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, duke vlerësuar se rendi juridik ndërkombëtar dhe Karta e Kombeve të Bashkuara nuk funksionojnë më dhe se në botë sot dominon ligji i forcës. Pas veprimit në Venezuelë, është e qartë se rendi juridik ndërkombëtar nuk funksionon më. Presim vazhdimin e veprimeve të tilla. Sot në botë dominon ligji i forcës, ligji i më të fortit, dhe ky është parimi bazi politikës bashkohore, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke shtuar se Serbia dëshiron të ruaj marrëdhënie miqësore me Shtetet e Bashkuara, por njëkohësisht të theksoj shkeljet e së drejtës ndërkombëtare. Ndërsa një pjesë e opinionit ndërkombëtar dhe qytetarët e Venezuelës e përshëndesin këtë zhvillim, autoritetet në Serbi kanë vetëm fjalë lavdruese për Maduron. Presidenti Vučić e ka quajtur disa herë Maduron mik të madh të Serbisë, ndërsa kontaktet zyrtare kanë vazhduar edhe pasi Shtetet e Bashkuara shpallen një shpërblim prej $50 milion për informacione rreth tij. Në anën tjetër, një pjesë e opozitës pro-evropiane vlerëson se këto reagime tregojnë një politikë të jashtme të dëmtuar seriozisht dhe se pushteti do ta shfrytëzojë këtë rast për forcimin e mëtejshëm të retorikës antiperëndimore. Mungesa e qëndrueshmërisë në politikën e jashtme është e vazhdueshme. Të njëjtit aktorë që deri dje lavdronin Trumpin, sot flasin ndryshe për shkak të ftohjes së marrëdhënieve me SBA-t dhe BE-n. Arrestimi i Maduros po shfrytëzohet për ta paraqitur Vučićin si viktimë të perëndimit dhe për të forcuar elektoratin e djathtë përmes retorikës së sovranitetit dhe kundërshtimit ndaj perëndimit, thot Aleksandar Radovanović nga Lëvizja e Qytetarëve të Lirë. Ekspertet vlerësojnë se reagimet e Beogradit të zyrtar nuk janë befasuese pasi Serbia prej kohësh ndodhet në një rrugë të gabuar të politikës së jashtme, pa një orientim të qartë dhe të qëndrueshëm ndërkombëtar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë dhe mirupafshim.